Në 5 vitet e fundit, pasqyrat e lindshmërisë në Shqipëri kanë treguar një tendencë të uljes së shkallës së lindshmërisë, një fenomen që është dukur edhe në shumë vende të tjera të Evropës juglindore. Kjo është pjesë e një procesi më të gjerë të ndryshimeve demografike, të cilat kanë ndikim të drejtpërdrejtë në strukturën e popullsisë dhe zhvillimin e mundshëm ekonomik dhe social të vendit. Në vitin 2024, Vlora shënoi rënien më të madhe të bebeve të lindura në 6 mujorin e parë me rreth 16% më pak se në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në këtë qark, në gjysmën e parë të vitit 2024, lindën vetëm 468 bebe nga 556 që kishin lindur në vitin 2023 në të njëjtën periudhë. Shtesa natyrore e popullsisë për 3 mujorin e tretë 2025 rezulton pozitive, duke regjistruar 1347 lindje, më shumë se sa vdekje. Numri i lindjeve për 3 mujorin e tretë 2025 në Shqipëri është 6408, duke shënuar një rënje me 1.2%, krahasuar me 3 mujorin e tretë 2024. Vlora në vitin 2024 pati vdekje më shumë se sa lindje. Shkalla e lindshmërisë në Shqipëri ka pësuar një rënje të vazhdueshme gjatë dekadës së fundit, sipas të dhënave të fundit nga Instituti i Statistikave të Shqipërisë. Shkalla e lindshmërisë ka rënë me rreth 2.3 fëmijë për grua në vitin 2015, ndërsa në 2020 në 1.5 fëmijë për grua. Ky tregues është në nivelin e riprodhimit, rreth 2.1 fëmijë për grua, që është i nevojshëm për të mbajtur një popullsi stabile, pa rritje të mëtejshme ose ulje. Në vitin 2020, shkalla e fertilitetit në Shqipëri ishte më e ulët se sa mesatarja e vendeve të Bashkimit Evropian, dhe kjo tregon për një rënje të vazhdueshme të numrit të lindjeve. Shkalla e fertilitetit gjithashtu ka ndikuar nga faktorë të ndryshëm, përfshirë ndryshimet sociale dhe ekonomike, mospasja e stabilitetit ekonomik dhe ndryshimeve në stilin e jetesës, si dhe vonesa e martesës dhe lindjes së fëmijëve për shkak të arsyeve edukative dhe profesionale. Një nga faktorët kryesorë është dhe emigrimi, i cili ka ndikuar në uljen e lindshmërisë, ku shumë të rinj shohin mundësi më të mira jete jashtë Shqipërisë, dhe kjo ka sjellë një humbje të fuqisë punëtore të re, e cila është e lidhur ngushtë edhe me rënjen e lindshmërisë. Shumë gra në vendin tonë janë fokusuar në arsimin e tyre dhe zhvillimin e karrierës, dhe kjo ka çuar në vonesën e martesës dhe lindjes së fëmijëve. Ndryshimet kulturore kanë bërë që koncepti familjes tradicionale të ndryshojë. Mungesa e mbështetjes sociale dhe ekonomike është një faktor tjetër, ku shumë të rinj dhe çifte nuk mund të mbështeten nga një sistem i fuqishëm mbështetës që të ndihmojë në rritjen e fëmijëve, siç janë politikat e lejes së martenitetit, kujdesit për fëmijët dhe financimi i strehimit. Janë një tjetër faktor, ku kriza ekonomike dhe pasiguria financiare janë gjithashtu faktor që ndikojnë në uljen e lindshmërisë, pasi shumë individ dhe çifte nuk ndihen të gatshëm të formojnë familje të reja për shkak të pasigurisë për të ardhmen. Lindshmëria në Shqipëri ka pasur një ulje të ndjeshme gjatë 5 viteve të fundit, dhe ky është një shqetësim për të ardhmen e strukturës demografike të vendit.